Jam në gjirin e Bristanit, uji ndoshta më i pastër që mund gjesh në jug, në zonën e Karaburunit. Shiheni si është uji, është një pishinë natyrore me ujë të pastër, ndërkohë kjo është pjesa anësore e gjirit Bristanit, ndërkohë që mbrapa mund të shihni pemët frutore, fiq dhe pemë të tjera frutore, ndërsa këtej është Karaburuni me vetëm zonë të kyllëzuar ndoshta të Karaburunit. Shiheni çfarë ngjyrash ka deti. Vështirë të gjesh një det tjetër me këto ngjyra. Jo tregoj të gjithin që këtu më duket gati si e pabesueshme që mund të ketë këto ngjyra deti. Është pjesa, do mundohem të gjitem pak më sipër për t'ju treguar detin më mirë. Shiheni se si është. Shihni çfarë ngjyre ka deti edhe në thellësi. Shiheni se çfarë deti është. Shiheni dhe në toni, çfarë ngjyrash fantastike ka. Është komplet pjesa më e bukur që mund të shohësh. Shiheni si gjetë dhe peshqit aty. Shiheni. Është pjesa e gjirit të Bristanit. Shoh edhe më së kapin pas peshqit. Ky është një nga plazhet më të bukura të Shqipërisë. Do mundohem t'ju tregoj disa imazhe spektakolare. Është momenti që po hidhem nga varka përballë plazhit, midis Drimadhes dhe Dërmiut të vjetër. Shiheni sa blu është deti, edhe hedhja. Këto imazhe po mundohem t'ju tregoj disa nga plazhet më të bukura në Shqipëri sipas meje. Ky plazh lidh pjesën e Oleas me pjesën e plazhit të vjetër të Dërmiut, postës kufitare. Kjo është pamja nga sipër me dron, edhe uji. Shiheni se çfarë kthjellësie ka uji dhe sa i bukur është për të notuar. Ndërkohë këto plazhe ndahen nga shkëmbinj të vegjël lehtësisht kalueshëm, duke krijuar gjire të veçanta nga më të bukurit në Shqipëri. Ndërkohë ka dhe gur, shiheni gurët brenda ujit. Unë besoj që këto janë plazhet më të bukura që Shqipëria ka. Pra plazhet në mbarim të zonës së Drimadhesit, kur ecën drejt jugut për nga Dërmiu i vjetër. Shiheni sërish të njëjtin plazh, dikur quhej plazhi i shkëmbit me vrim, është jashtëzakonisht i bukur. Këtu i keni të gjithë plazhet nga sipër. Duken edhe pak strukturat vogla në të majt, ndërkohë që në të djathtë e gjitha është e virgjër. Pra gjithë plazhi është i virgjër, me gjithë shkëmbinjt në ujor, ndërsa këtu është një pamje tjetër nga distanca, ndërkohë që unë po notoj duke shkuar drejt plazhit. Uji është turkuaz dhe kam thash edhe një herë, janë nga plazhet më të bukura që Shqipëria ka. Mjafton ta shihni këtu. Plazhet janë privat për momentin, janë publik, por me privacy për momentin. Nuk ndalon askush të shkosh, por nuk është i lehtë aksesi. Shihni tani, janë 1, 2, 3, 4 gjire me pak çadra të vogla të vendosur aty nga vetë njerëzit. Është edhe kjo është pamje e mrekullueshme kur ti noton, pra është pamja me dron duke notuar drejt plazheve. Këtu i keni nga një kënd tjetër, pra nga këndi, jo nga deti, po pak nga kodra duke shkuar drejt detit. Shifeni të plotjen, pra për të mbritur deri në plazh duhet kalosh këto kodrat vogla që janë përballë. Unë mendoj që ky është plazhi më i bukur që jugu ka. Ndërkohë që këtu jemi në shpellën e piratëve, marrë nga sipër, nga pjesa e sipërme e hapur e shpellës piratëve, që i jep dritë shpellës piratëve në Dërmi, një nga vendet më ikonike
të Dërmiut, edhe kjo është pjesa që vjen, kjo është pjesa e Gjipes, pra kur vjen nga jugu drejt Gjipes, plazhi Gjipes është një nga plazhet më të bukura në Shqipëri, mjafton të shihni që uji këtu është krejtësisht i kaltër. Është ndoshta nga plazhet më të kaltër që Shqipëria ka, dhe që unë njoh, është duke ecur me varg, po vazhdoj prap drejt kanionit të Gjipes. Shiheni, ky është kanioni i Gjipes, një kanion i mrekullueshëm fakt, i cili të nxjerr në një plazh të vogël. Shiheni, mund të ecësh nëpër kanionin e Gjipes shumë gjatë në atë drejtim, ndërkohë që këtu jam prap përpara zonës së Gjipes, jam me artionin e Sky Sportit për të shëtitur disa nga plazhet më të bukura që unë kam parë ndonjëherë. Shiheni edhe dronin tani se si bëm fluturimin e tij për të treguar pamjen mahnitse të ujrave të jugut. Kurse ky është plazhi i Green Coastit, është pjesa e rregulluar e plazhit. Në linjën e mbrapsme shihni vilat, linjën e parë janë pjesa e shezllonëve. Ky është Sky Sporti, pjesa me çmimet më të mira të Dërmiu, dhe njëkohësisht vendi ku mund të marrësh gjithë lojrat e ujit, pra të gjitha gjërat që mund të përdorësh. Është shumë i bukur edhe si vend. Edhe këtu plazhi i Palasës shumë i bukur, ka një të kaltër që italianët e quanin Celeste di Palasa. Është shumë i famshëm për këtë ngjyrë, ndërkohë që po rikthehem edhe një herë për ta parë plazhin nga sipër. Plazhi i Palasës ka më shumë njësi shërbime se plazhet e tjera. Kjo është një mini bankinë, ndërkohë që ky është këndi tjetër për të parë bankinën dhe vendin e Sky Sportit, prej nga nisen varkat, jet skit, por edhe shërbimet, po themi, të ujit për të shkuar për të parë disa nga gjiret më të bukura që Bregdeti i Shqipërisë ka. Ka gjire manitse, ja dhe pamja tjetër, kjo është pamja ballore, ku duket vetëm pjesa e shërbime, pra pjesa e Sky Sportit dhe e bareve tjera. Tani është shtuar në çik numri më shumë. Është vendi prej nga mund të nisesh, ja dhe sërish. Kjo është pjesa pak më e plot e Palasës. Është gjithë pamja me dronin që po afrohet për të parë nga uji, shive ku është një kthjellësi e jashtëzakonshme, drejt pjesës së plazhit. Më pas janë vilat e Green Coastit dhe njësitë cilat pjesën më të madhe janë të dhëna me qira, ja dhe Sky Sporti me rrotullimin e dronit ti mund ta shohësh të gjithë plazhin, pra rregullsinë e plazhit, dhe pamjen fantastike që ka. Edhe kjo është sërish pamja e Palasës, pra është e njëjta zonë. Palasa ka strukturë turistike më të kompletuar se sa pjesa tjetër e Shqipërisë. Ndërkohë, po e mbyll me pamjen që më pëlqen më shumë, shpellën e piratëve, nga poshtë sipër, syri i shpellës piratëve, një prej perlave të Shqipërisë. Unë nuk besoj se ka gjë më të bukur që nga këtu ti të shohësh barkën brenda shpellës së piratëve. Një mrekulli.